Kur I keni marrë uniformat mos nej? Uniformat e kena marrë kur kena rrinë në Shqipëri. Atje I keni marrë, kur keni shku edhe për furnizim? Për furnizim kërë shku, uniformat e parë se kena vesh, asë në Shqipëri. Që shendi që ataj? Si, knasi ma të madhë një të s'kam po edhe të Do më thonë halo I konë me entuziazë. Entuziazën e madhë ishte qa kam në bëneve shkallë. Se për shprejna kështu se... Po. Kur ke marmatimin e kemë edhe... Se s'ki asë që gjithu, se konë shka është agresor. Tanim? Edhe vazhdum kur shkum atje, muzatet me babën, me prindin. Ai se kish idin hiç që... Jo, e dishim pse është atje. Jo, po, ai për juve. Ai se kish idin kuna, po, ku e bëni, me qa u bëni këto. Që më kështë një të ri. Ata që mirë është, nejse. Ata kishin pra përgatit armatimin si fshat, edhe jena na mbrome, me njëherë jena këti për masë. Veç e jeni furnizu? Veç jena furnizu dhe me njëherë kënë njëherë. A u kone rrezikshme që tash rruga e këthimit? Rruga ka jena mërë e kom një vetëm të rrezikum kur s'kum pas kur gjojmë. Jem konë të thotë. Tani veç jeni... Po kur e mora në dorë, tash nuk ka që shka që në bënë, se tash jemi të armatu, se ma nuk e dishim hala qka është. Hala si shikyq tamam. Jo, ishim rrjedha dhe nuk kishim asnjëherë s'kishim marrë pjesë në vit frontit apo me pas një prit diçka për me ditë çka është frika. Qartë, po. Erdhëm, po na prej një fati edhe ka e mi këtu, na këtu pa problem, s'kena pas të lashë në Gluzhanë. Atë në është që mu në Gluzhanë, pe Gluzhanë në kena ne 3 dit, edhe jena ardhë për furnizim në fshatin ratë. Ka jemi orë fshatin, për marrët në fshatin ratë, në shku në Lozë, ku ofenziva e parë në kanë zonë aty. Që ajo konë përbalja e parë, dhe me thonë? Ajo përbalja e parë, edhe kur kërësiti edhe tash pushka ku kërëset tenka kishin dallim të malë. Të isha s'ku ka kukën kur gjok, jo s'ka kukë tjetër. Qa ku ka tenka? Qa ku ka tenka. Po, a i vullneti edhe entuziazmi, edhe tu i po masakat gjithmonë të shtypën këj popull,